Dashuri në dritat e shtëpisë, Limi dhe Alba, në një hapësirë ku çdo frymëmarrje vëzhgohet, ku çdo heshtje interpretohet dhe çdo prekje analizohet, është e vështirë të mbijetojë një ndjenjë e vërtetë. Dhe megjithatë, mes mureve të shtëpisë së Big Brother Kosova, dashuria e Limit dhe Albës jo vetëm që mbijetoi, por u thellua, u pjek dhe u bë më e fortë se kur më parë. Ata nuk ishin thjesht dy banorë që ndanin të njëjtën shtëpi. Ata ishin dy shpirtra që, në një ambient presioni, gjetën strehë të njëri tjetri. Çdo ditë që kalonte, sytë e tyre flisnin më shumë se fjalët. Ishte ajo lloj dashurie që nuk kërkon zhurmë, por lë gjurmë të thella. Kur Limi i afrohej Albës, nuk ishte thjesht një afrim trupor. Ishte një nevojë e brendshme, një tërheqje që vinte nga besimi, nga siguria, nga ndjenja se pranë saj ai mund të ishte vetvetja. Alba, nga ana tjetër, kishte në mënyrën e saj të qëndruarit afër tij një butësi të rrallë, një qetësi që nuk imponohej, por përqafohej. Puthjet e tyre nuk ishin për kamera. Ishin të ngadalta, të ndjera, të mbushura me pauza. Puthje që vinin pas bisedave të gjata, pas heshtjeve të rënda, pas netëve ku mendimet ishin më të zhurmshme se zërat e banorëve të tjerë. Në ato çaste, gjithçka tjetër zhdukej. Loja, strategjia, nominimet, të gjitha mbeteshin jashtë. Mbeteshin vetëm ata, ledhatimet ishin gjumë më vete. Një dorë mbi shpinë, një prekje në fytyrë, një shtrëngim i lehtë që thoshte, jam këtu. Alba shpesh e mbështeste kokën në kraharorin e Limit dhe aty, në atë ritëm zemre, gjente qetësinë që shtëpia rrallë ta ofronte. Limi, duke e ndjer atë afër, dukej sikur merrte forcë, sikur çdo pasiguri zbehej për pak çaste, shtrëngimet e tyre ishin të sinqerta. Jo të forta, jo posedues, por mbajtëse. Ishin shtrëngime që nuk kërkonin asgjë, përveç pranisë. Në një shtëpi ku gjithçka mund të keq kuptohet, ata zgjodhen të jenë të vërtetë. Dhe kjo ishte ajo që i bënte të veçantë, dashuria e tyre nuk ishte e përsosur. Kishte debate, keqkuptime, xhelozi të vogla, lodhje emocionale. Por ajo që e dallonte ishte mënyra se si ata ktheheshin gjithmonë te njëri tjetri. Nuk iknin. Nuk mbylleshin. Flisnin. Heshnin bashkë. Dhe pastaj afroheshin sërish, më të pjekur, më të vetëdijshëm, në sytë e publikut. Ata u bën simbol i një dashurie që rritet në presion. Jo një romancë e shpejtë, por një lidhje që u ndërtua ditë pas dite, me durim, me ndjeshmëri, me përkushtim. Shumë pan tek ata veten e tyre, frikën për të dashur, guximin për të qëndruar, nevojën për të qenë i pranuar. Big Brother është një lojë. Por ndjenjat e Limit dhe Albës nuk ishin pjesë e strategjisë. Ato ishin reale. Dhe ndoshta, pikërisht për këtë arsye, ishin kaq të forta. Sepse në një ambient artificial, autenticiteti shndërrohet në luks. Dhe ata e patën atë luks, në fund, ajo që mbetet nuk janë kamerat, as votat, as debatet. Ajo që mbetet është kujtimi i dy njerëzve që zgjodhen njëri tjetrin, çdo ditë, edhe kur ishte e vështirë. Puthjet e tyre, ledhatimet, shtrëngimet, nuk ishin thjesht momente intime. Ishin dëshmi se dashuria e vërtet mund të lulëzoj edhe në vendet më të papritura, dhe për këtë, Limi dhe Alba nuk do të kujtohen vetëm si banor të Big Brother Kosova, por si dy zemra që patën guximin të dashurojnë hapur.